Buongiorno a tutti da San Demetrio Corone nella Calabria, famosa Calabria fondata dai Calabri, la tribù ilirica dei Calabri. È una regione straordinaria, la quale ha sempre ospitato gli albanesi, i quali hanno dato il meglio in questa terra promettente. Siamo qui con una delle figure simbolo di questa terra, della penisola italica, quale il bisnipote, un erede, famosissimo erede del nostro grande condottiero, grande re Giorgio Kastriota Skanderbeg. Siamo qui proprio con Loris Kastriota Skanderbeg. Benvenuto Loris. Sì, grazie, benvenuti a voi, perché quando si uniscono due popolazioni che hanno lo stesso sangue è sempre una grande festa. Siamo proprio con l'occasione della celebrazione della fondazione oggi del teatro qui a San Demetrio Corone, un paese arbrescio molto famoso, e ne approfittiamo dell'occasione di chiedere al nostro principe Loris Kastriota Skanderbeg come si sente in mezzo agli albanesi odierni. C'è un principe che proprio nel suo sangue ha ereditato quello del nostro simbolo nazionale, dell'eroe nazionale Skanderbeg. Come ci si sente? Mi sento a casa, mi sento in famiglia, perché come Giorgio Kastriota era in campo per la battaglia, come viveva nelle tende insieme ai suoi soldati e mangiava con loro e divideva tutti i sacrifici con loro, io voglio affrontare le difficoltà soprattutto del popolo albanese, e se posso dare un contributo lo faccio volentieri, intanto un contributo cercando di tenere uniti questa parte di Albania che è fuori dalla patria, che è l'Arberia, e l'Albania terra madre che tutti quanti ancora sentiamo come la nostra. Perfetto, allora una domanda che tutti gli albanesi vorrebbero fare oggi al nostro principe Loris Kastriota Skanderbeg. Nel caso che lei lo sa bene che noi stiamo cercando di far luce su dove si trovano i resti mortuari del nostro eroe nazionale, nostro re Giorgio Kastriota Skanderbeg. E nel caso che riusciamo a trovare e individuare i resti mortuari, lei sarebbe disponibile per un test di DNA eventualmente? Assolutamente sì, perché è necessario che il corpo di Giorgio Kastriota, che continua a essere un grande mistero per la sua collocazione in morte, deve essere ritrovato e deve tornare nella sua patria. So delle tue teorie, so dei tuoi sforzi e del tuo impegno, ci stiamo impegnando a largo spettro per vedere in tutti i posti dove potrebbe trovarsi, e penso che a breve avremo delle buone notizie. Vediamo se a Valencia anche possiamo ritrovare quei resti nella tomba di Donica, oppure in altri posti che Benissimo, questa è la notizia più importante oggi. Noi ringraziamo tantissimo il nostro principe qui, Loris Kastriota Skanderbeg. A nome vostro stringo la mano e con la promessa di vedersi la prossima volta. Volentieri, a tutti. Sot jemi në një vend të shenjtë në Spanjë, ku gjenden eshtrat e mbretëreshës sonë Donika Arianiti Kastrioti, mbretëreshës gruas bashortes së mbretit ton legjendar Gjergj Gjon Kastrioti Skanderbeu. Këtu gjendet dhe varri i nipit të mbretit ton Gjergj Kastrioti, më jep pak ta shohim në afër, ku mes të tjerave shkruhet, është në spanjisht. Këtu gjendet Alfonso, i biri i të famshmit Gjergj Kastrioti, rej dhe Albania, pra mbreti të Shqipërisë. Ato që shumë herë hapen polemika, që nuk ka asnjë dyshim, për gjithë botën Gjergj Gjon Kastrioti është mbreti ynë, dhe kjo është e sankcionuar dhe gjë e pa diskutuar tashmë. Pra është ato e quajnë i biri, por është në fakt nipi i mbretit ton Gjergj Gjon Kastrioti, i biri i Gjonit të dytë, dhe gjendet i varrosur këtu, në këtë kishë të shenjtë të Venecias, që është në të vërtet santuari i Shën Trinitas në Valencia të Spanjës. Ai pati një fat shumë të rëndë, pasi në moshën 15 vjeçare Alfons Kastrioti, pra nipi i mbretit ton,
u vranë në një luftim, në një duel këtu në Valencia të Spanjës. Ja ku është ikona që për herë të parë po e shihni të regjistruar në një video pasi na lan një lenjë të posaçme për ta filmuar. Dhe kjo është ikona të cilën Donika Arianiti Kastrioti nuk u nda asnjëherë nga kjo ikonë deri ditën e saj të vdekjes dhe e mori me vete dhe në banesën e saj të fundit këtu në këtë santuario. Ne sot këtu përkujtojmë dhe për vjetorin e vdekjes së mbretëreshës Donika, e cila vdiq në vitin 1506 këtu në Valencia të Spanjës. Ajo është e varrosur pra këtu në paretin e djathtë, na thanë dhe këtu në krahun e djathtë të ikonës, dhe nga kjo ikonë pra nuk ndas njëherë, megjithëse ajo kishte mundësi që të jetonte në Itali, ajo nuk e bëri, pasi kishte të gjitha të dhënat e mundshme. Ja merrit të lutem telekamerën qik. E ishte e mundur që ajo të vazhdonte të jetonte në Itali, pasi ajo ishte pronare në atë kohë të disa pronave që i kishte lënë burri i saj, të cilët kishte fituar në kohën kur ndihmoi Ferdinandin e Napolit, siç ishin Monte Sant'Angelo, por edhe San Giovanni Rotondo, ishin pronat e tij, por ishte edhe motra e një njeriu shumë të famshëm për kohën në Itali, që ishte Konstantin Arianiti, i cili ishte një njeri super i pasur, një njeri super potent në Itali dhe ishte në këmbës i Massimilianit të parë, por ajo nuk pranoi të qëndrojë në Itali, pasi nuk kishte më besim që në momentin që në Napoli i vodhën armët e mbretit ton, armët e Gjergjit të Madh, dhe nga një moment Donika mbeti zemërthyer, pavarësisht se kishte edhe një pension 1000 dukatësh në Napoli, të dhënë nga mbreti i Napolit, ajo vendosi që të largohej. Dhe në vitin 1501 na lajmëron kronisti i asaj kohe, që ishte ambasador i Venecias në Napoli, në mbretërinë e Napolit, që ishte Francesco Morosini, na lajmëron që me 11 janar 1501 Donika niset nga Italia, nga Napoli, pra dhe vjen këtu në Valencia së bashku me mbretreshën aragoneze Giovanna III. Dhe ajo këtu në Valencia do qëndroj duke kaluar vitet e fundit, 5 vitet e fundit të jetës saj, deri në vitin 1506. Por ajo që është e sigurt është që Donika mbylli syt dhe ndroi jetë këtu në Valencia të Spanjës. Por ajo që është enigma sot, akoma pa zgjidhur, është ajo e eshtrave të mbretit ton, Gjergj Kastrioti, ku janë vërtet. Nëse ne do kthehemi pak mbrapa disa vite përpara se të vinte në Spanjë, ajo nuk mund t'i lejte që eshtrat e mbretit ton të binin në duar të barbarisë otomane. Prandaj ajo është shumë e mundur që t'i ketë zhvarrosur eshtrat kohë mas vdekjes, pasi kushdo që abuzon me vendin ku ai është varrosur, ku mbreti jonë është varrosur, është një keqdashës, pasi dihet që ai ka vdekur në Lezhë me 17 janar 1468 dhe është varrosur në kishën, në katedralen e Shën Kollit në Lezhë. Por ka shumë keqdashës që interpretojnë në mënyra të tjera. Por mas vdekjes së tij, turqit po afroheshin, Shqipëria po binte në pushtimin otoman, dhe për këtë Donika vendosi që të zhvarrosë eshtrat dhe t'i marrë me vete. I mori në shtektimin e saj në Itali, së bashku me Gjonin e dytë, djalin e Skënderbeut, i cili u kthye prapë për të fituar edhe një herë lirinë e vendit të tij në vitin 1481, dhe për 4 vite luftoi, por në vitin 1884 ishte pamundur që ndresa do dërohej të rikthehej përsëri në Itali. Atëherë Donika kishte armët me vete dhe sipas dëshmitarëve okular të asaj kohe ajo kishte edhe një kuti të mbyllur, një kuti të cilën nuk e hapi asnjëherë gjatë gjithë jetës së saj, por e merrte kudo që ajo transferoi. Dhe këtë e mori me vete dhe këtu në Spanjë, pra në Valencia, dhe këtë e dëshmon dhe shoqëruesja e saj, që ishte mbesa e saj, që është Maria Zardara. Maria Zardara na dëshmon këtë fakt që ajo kur nuk u nda nga ky sundyk, me fjalë nga kjo kuti e mbyllur në mënyrë hermetike,
të cilën kudo që ajo zhvendosej e merrte me vete me shumë dashuri. Dhe ka shumë gjase që këtu pra, në këtë vend ku gjenden eshtrat e mbretëreshës son Donika Arianiti Kastrioti, të gjenden në banesën e saj të fundit dhe eshtrat e mbretit ton Gjergj Gjon Kastrioti. Këtë mund të vërtetojmë vetëm nëse shteti shqiptar lëviz dhe kërkon që një ditë eshtrat e të paktën mbretëresh që e di me siguri që janë këtu dhe të nipit të herojt ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti që gjenden këtu, ti riabdesojmë pasi ishte jo vetëm amaneti i Donikës që e kishte lënë amanetin tek mbretëresha që e dëshmon vetë mbretëresha Giovanna III e Aragonezëve, ajo e dëshmon vetë dhe në testamentin e saj Giovanna III ad Aragona e ka lënë në testament që eshtrat e Donikës të kthehen në atë dheun e saj. Pra, ky amanet i Donikës dhe ky testament i Giovannës III duhet që të vënë në lëvizje jo vetëm shtetin shqiptar me njëherë, por dhe gjithë bashkëdhetarët tanë, që të bëjnë një rikthim triumfal, të paktën përsëris për momentin të mbretëreshës son, e cila shpreh vetë dëshirën e saj që të kthehen eshtrat e saj në vendin origjinës, por dhe të nipit të mbretit ton Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu. Pra, nëse jeni dakord me këtë, bëni shpërdarje të këtij lajmi që këtu e 500 vite më parë këtu mund të jenë murosur, në këtë kish mund të jenë murosur së bashku me eshtrat, së bashku me trupin e mbretëreshës son të asaj kohe, mund të jenë dhe ajo arkë misterioze e cila shoqëroi Donikën gjatë gjithë shtektimit të saj deri në banesën e fundit këtu në santuarin e Shën Trinitas, santuarin mbretëror të Shën Trinitas në Valencia të Spanjës. Pra, hapi parë që duhet bëj shteti jon të hyrë në bisedime, të hyrë në një proces për rikthimin e eshtrave të mbretëreshës son aty ku ajo e la me amanet dhe e la me testament dhe mbretëresha Giovanni III është letër e shkruar pra testamenti i saj, Giovanna III e Aragonezëve. Pastaj mund të kemi mundësinë mbas një prove të DNA-s të vërtetojmë nëse kemi edhe pak fat që gjejmë dhe këtë kuti të mbyllur që shoqëroi atë deri në banesën e fundit, të vërtetojmë përmes DNA-s nëse kemi të bëjmë dhe me eshtrat e herojt ton të pavdekshëm Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu. Nga manastiri i Shën Trinitas, nga manastiri mbretëror i Shën Trinitas në Valencia të Spanjës, unë Alban Kraja ju përshëndes dhe ju uroj si gjithmonë çdo të mirë.